Mirë, neve lexuam nga Eksodi kapitulli 3 dhe u ndalëm pikërisht tek thirrja që Perëndia i bëri Mojsiut. Edhe këtë desha dhe unë që të ndalemi sot, neve do të ndalemi pikërisht tek ato që Mojsiu i i quan mangësi në veten e tij, ne do t'i themi shfaqësimet ose justifikimet që Mojsiu ndorri për mos të shkuar, për mos t'u bindur thirrjes së Perëndisë. E ndërsa neve lexuam nga kapitulli 3 i Eksodit, Perëndia po i përmendte ose po i thoshte Mojsiut që ti do të shkosh edhe do të nxjerrësh popullin tim nga Egjipti. Që tek vargu 11 Mojsiu filloi me me ato justifikimet e veta. Nuk e di, keni menduar ndonjëherë ose jeni gjendur në situata të tilla kur ju nuk doni të shkoni ose nuk doni ta bëni një gjë të tillë, po nuk dini si të thoni jo, edhe nxirrni justifikime. Për shembull edhe për kafe, kur i ftojnë për kafe, nuk do të dalësh me atë lloj personi, se jam i zëm. Jam në punë, jam smur, jam pa qef, nuk bie mirë, jam shumë, nuk e di, justifikime nga më të ndryshme, vetëm si e si për mos të thënë jo. Ishte pikërisht kjo gjë, ndërkohë që Perëndia e thirri tek kapitulli 3 Mojsiun dhe i caktoi detyrën që ai duhet të bante, Mojsiu tha, po thoshte shiko, po unë shkoj, kush jam unë që të shkoj tek faraoni, vargu 11. Ishte pikërisht kjo justifikimi i parë. Mendojeni pak, sepse do të bëjmë edhe atë një lloj paralelizmi edhe me atë sjelljen tonë që ose qëndrimin tonë që ne kemi ndaj thirrjes së Perëndisë që kemi në sot, në ditët e sot. Qoftë për të krishterët që e kanë pranuar Krishtin si shpëtimtar, por edhe për ata që nuk e kanë pranuar Zotin akoma. Ka justifikime nga më të ndryshme, e pikërisht në këto momente, neve lexuam, le të lexojmë vargjet 1 deri në 10 përsëri, ndërsa ndërkaq Mojsiu po kulloste kopën e Jetros, vjerrit të tij, vargjet 1 deri në 10 tek treshi, dhe prifti Medianit, ai e çoi kopën me ata shkret të tij dhe arriti në malin e Perëndisë në Horeb. Dhe angjëlli i Zotit ju shfaqi në një flak zjarri në mes të një ferrishteje. Mojsiu vështroi dhe ja që ferrishtja po digjej nga zjarri, por nuk konsumohej. Atëherë Mojsiu tha, tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje madhështore. Pse ferrishtja nuk po konsumohet? Zoti e vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë, dhe Perëndia e thirri nga mesi i ferrishtës. Dhe i tha, Mojsi, Mojsi, ai u përgjigj, ja ku jam. Perëndia tha, mos u afro këtu, hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhet është vend i shenjtë. Pastaj tha dhe këto fjalë: Unë jam Perëndia e atit tënd, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit. Dhe Mojsiu fsheu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti i tha, sigurisht që kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe kam dëgjuar britmen e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij. Kështu zbrita për ta çeluar nga dora e Egjiptit dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh qumësht e mjalt, në vendin ku ndodhen Kananejt, Hebrejt, Hitejt, Amorejt, Perezejt, Hivjejt dhe Jebusejt. Dhe tani ja britma e bijve të Izraelit ka arritur deri tek unë dhe kam parë gjithashtu se egjiptët i shtypin. Prandaj edhe unë do të dërgoj te faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit nga Egjipti. Dhe pikërisht tek vargu 11 vini re që në momentin që Mojsiu shkoi të kulloste delet, unë besoj që Perëndia përdori edhe tufën e baktive që ta tërhiqte Mojsiun pikërisht në malin e Perëndisë në Horeb për t'i folë.
Edhe mbasi ai i foli aty, i tregoi edhe detyrën që ai Perëndia dëshironte t'i caktonte ose i kishte caktuar Mojsiu. Shpesh herë ne vendodhemi pikërisht në këtë lloj situate dhe neve unë do dal nga fundi i mësimit, po përsërit dhe që të shkojmë lart, ne shpesh herë na pëlqen, e kemi më të lehtë ose më të pranueshme që ose pranojmë që Perëndia të na përdori më falni, që ne të përdoremi nga bota në vend që të përdoremi nga Perëndia. Edhe shpesh herë këtë ne e shikojmë në jetën tonë të përditshme. Shpesh herë për shkak të situatave ku rrethit tonë social që ne vendodhemi, ne shpesh herë kërkojmë dhe mundohemi që të në një farë mënyre është tunduese edhe tërhiqemi nga ato pjesë e botës që na ofron edhe themi pse mos jem dhe unë atij rrethi shoqëror ose këtij grupi shoqërie. Edhe duke patur këtë në mendje, Mojsiu tha me pjesën e parë, kush jam unë? Unë nuk i përkas këtij rangës. Dhe Perëndia e tha, po dërgoj unë. Po kush je ti? Thuaj, tha, unë jami më dërgoj. E pikërisht akoma më shumë u trash muhabeti me dhe nuk dinte çfarë të bënte. Përsëri Mojsiu pyeti, po mirë, po çfarë duhet të them? Pikërisht me këtë lloj vështirësisë Mojsiu u përball dhe po thoshte çfarë të them. Edhe Perëndia thot tek vargu 14, tek vargu 13, Mojsiu tha, ja ku të shkoj të bijtë e Izraelit dhe t'u them Perëndia jetërtuar më ka dërguar te ju. Po të jetë se ata thonë, cili është emri i tij? Ç'a të them? Perëndia tha, unë jam ai që jam. Pastaj do t'i thuash bijve kështu bijve të Izraelit, unë jam i ka dërguar. Neve vim pikërisht në këtë lloj përballje me Perëndin në jetën tonë të përditshme edhe themi po kush jam? Po çfarë të bëj? Po pse pikërisht unë? Edhe Mojsiu aq shumë u lodh duke sjellur justifikim mas justifikimi, edhe te kapitulli 4, sepse biseda me Perëndin dhe Mojsiun vazhdon, i thot Mojsiu, mbasi i tha këto, tha dhe këtë tjetrën, shiko, po më mbahet goja. Unë nuk jam dhe aq i mirë në të folur. Unë nuk mund të futem në sallën ose në pallatin mbretëror edhe nuk gjej dot fjalët. Perëndia tek ne duhet të dimë që ne njohim, ne më shumë në fakt fokusohemi në mos aftësitë tona, edhe duke pasur parasysh mos aftësitë tona, ne gjithmonë përpiqemi që të sjellim justifikime për mos të bërë diçka. Është një thënie që thotë edhe që goxha godet në mësimin tonë, dhe thotë, në qoftë se ti do ta bësh diçka me patjetër, ose e dëshiron atë me patjetër me gjithë zemrën, ti do bësh të pamundurën për të shkuar ose për ta bërë. Por në qoftë se ti nuk të pëlqen ajo gjë, ti do bësh të pamundurën duke sjellur justifikime për mos ta bërë atë gjë. Edhe pikërisht në këtë pikë ndodhet edhe Mojsiu duke thënë pra.
tek Eksodi kapitulli 4, vargu 13 dhe 14, del edhe arsyeja e vërtet e këtyre justifikimeve që Mojsiu po sinte. Vargu 12, udhëzim as udhëzimi Jezus Perëndia thot Mojsiut shko. Dhe tani shko, unë do të jem me gojën tënde, do të të mësoj atë që duhet të thuaj, sepse Perëndia i siguroi Aronin, vëllain e tij, që ai Aroni të fliste në vend të Mojsiut. Pra, megjithëse do të themi që Mojsiu nuk dinte, nuk ishte i të folurës me elokuencë në vendet publike, ja tha dhe këtë po ta rregulloj të Perëndia. Por Mojsiu tha, o Zot, e di ç'ke, unë nuk jam i denjtë, dërgo mesazhin tënd nëpërmjet dikujt tjetër. Atëherë zemërimi i Zotit u ndes kundër Mojsiut dhe tha, a nuk është ndofta Aroni vëllai yt Levitit? Unë e di që ai flet bukur, ja tani ai po del të takojë sa të shoh do të ndiej gëzim në zemrën e vet. Edhe Perëndia me pa fjalë e ka një, le të themi, limit durimi. Perëndia të thret kohë pas kohe, orë pas ore, minutë pas minute. Ti jemi të sigurt që kur ti nuk po ke më thirrje nga Perëndia ose sepse Perëndia dërgon njerëz të ndryshëm për të thirrur në vëmendjen tënde ose për të thërritur vëmendjen tënde. Dhe kur ti nuk po shoqërohesh më me të tillë njerëzish, ose edhe këta të tillë njerëzish që do të kërkonin kohë pas kohe të kujtonin, atëherë zemërimi i Perëndisë është ndeshur. Edhe është e frikshme në fakt kur të mendosh që Perëndia ka hequr dorë. Perëndia ka hequr dorë nga thirrja. Ne pra kemi mundësinë më të madhe që kur Perëndia na thret në këto kohë ku ndodhemi tani në këto momente, është e nevojshme që ne të përgjigjemi. Nëse në momente të jetës tonë, gjithsecilit prej nesh është thirrur nga Perëndia. Ne sot pikërisht në thirrja jon dihet që në momentin thirrja e parë është që neve të pranojmë Krishtin. Thirrja e dytë është të bindemi Krishtit dhe të ndajmë fjalën me të tjerën. Te kjo e dyta çaloj. Edhe këtu neve nxjerrim justifikime. Mund të jetë Perëndia thotë edhe këtë, është një shembull shumë i mirë kur Perëndia sjell Aronin në jetën e Mojsiut, sepse Aroni ishte vllai i tij, por Perëndia i sugjeron Mojsiut, shko përmes Aronit. Edhe këtë duhet bëjmë dhe ne, mase ne nuk jemi aq, le të themi, në nivelin e duhur të përgatitur për të folur Perëndis dikujt. Por ama ne mund të përdorim ata që kanë të lloj aftësie në një mundësi shumë e mirë për të dëgjuar shoku ynë, miku ynë, vllai ynë, të afërmit tan, njohurit tan, që të mund të dëgjojnë fjalën e Perëndis nga dikush tjetër. Mund të më kuptoni çfarë desha të them, që ne mund ta planifikojmë diçka së bashku që dikush tjetër të mund ta dëgjojë fjalën. Edhe pastaj normalisht është në zgjedhjen e gjithsecilit. Të lexojmë vargjet 15 dhe 17 të kapitulli 4 tani. Perëndia thotë, ti do t'i flasësh dhe do t'i vësh fjalët në gojën e tij, por i thotë do të bësh për Aronin, dhe unë do të jem me gojën tënde, dhe me gojën e tij dhe do t'ju mësoj atë që duhet të bëni. Pra, është le të themi rasa urdhërore, duhet, do të shkosh, nuk është në shiko, ç'a mendon të bësh ti në kohën e lirë, por Perëndia po thot duhet, do të shkosh. Ai do të jetë zëdhënësi yt në popull, kështu ai për ty do të jetë goja e tij dhe ti për të do të jesh si Perëndia. Tani merr në dorë këtë bastun me të cilin ke për të bërë mrekullitë. Perëndia, e dini çfarë po thotë këto vargje 15 deri në 17, pra pikërisht këto 3 vargje? Mojsi,
unë e kam ndarë mandin që ti do jesh vegla ime për të nxjerrë Egjiptin nga, më falë, Izraelin nga Egjipti, edhe na lodhe me këto justifikime, çdo nevojë ose çdo mangësi e jotja do të rregullohet, por ti tani mjaft, s'ka më. Ngriu, shko edhe do të bësh të detyrë. Pikërisht me këtë ne e dim se çfarë ndodhi me pjesën tjetër të historisë me Mojsiun. Donte po s'donte Mojsiu ju përgjigj thirrjes dhe shkoi në Egjipt. Ne e dim gjithashtu që mendimin e ai Perëndis, ai i dorëzoi fëmijët e Izraelit jashtë skllavërisë së Egjiptit dhe i nxorri pikërisht nëpërmjet përmjet ndihmës dhe ndërhyrjes së Perëndis e nxorri Izraelin. Por ne jemi pikërisht këtu që Perëndia na ka thirrur, po na thërret. Ne e dim pjesën se çfarë ndodhi me Mojsiun, po pjesa jonë e historisë, pjesa tjetër e historisë së jetës tonë, si do të jetë? A do t'i bindemi ne fjalës së Perëndis? A do t'i bindemi ne thirrjes së Perëndis? Ne të sigurt që gjithë secili prej nesh ka justifikime, ka shfaqësime, nuk e di, nuk jam këtu për të gjykuar, por thjesht që të kujtojmë njëri tjetrin që Perëndia po na thërret. Po na thërret pikërisht duke na saktuar gjithashtu dhe le të themi një detyrim moral për të ndarë fjalën me të tjerë. Ne nuk jemi vetëm për të dëgjuar fjalën e Perëndis, por edhe për të bindur, por edhe për ta ndarë atë me të tjerë. A duhet t'i vëmë neve veshin thirrjes për të predikuar Ungjillin tek të humburit? Shikoj se kur thua të predikosh Ungjillin, duket sikur mase mund ta mendoni që të marrim Biblën, të lexojmë vargjet edhe, por jo, një predikim i fjalës i Ungjillit do të ishte me jetën tonë. Sepse në mënyrën se si neve jetojmë jetën, në mënyrën se si ne i trajtojmë, ose se sillemi në situata të vështira, ne po tregojmë që përkasim dikujt tjetër dhe neve duam të mirësi që të futet në jetën e njerëzve. Është e vështirë edhe sigurisht që mase ndërsa po dëgjoni këto fjalët e mia që Perëndia po thërret dhe ju do thoni po ti bësh e pamundur kështu, po si t'ja bëj ai nuk më dëgjon. Është pikërisht këto justifikimet ose shpajsimet që Mojsiu zgjodhi për mos të bërë planin e Perëndis. Vetëm koha do ta tregojë pra se çfarë neve do të bëjmë me këtë thirrjen nga Zoti. Apo bën justifikime për mos të përgjigjur, ndërsa ti e di çfarë duhet të bësh? Pra se neve jemi në situatën që e dim se çfarë duhet të bëj. Edhe pikërisht për këtë pyetja është pse je duke pritur? Çfarë të pengon? Pra nëse ti edhe unë bashkë me ju e dim se çfarë duhet të bëjmë, atëherë ne duhet ta fillojmë që sot. Me veten tonë, me njerëzit që na rrethojnë, e kështu me radhë. Neve mendojmë që do të jetojmë për një kohë gjatë, siç e dim ne që jemi pak më të rinj, ka filluar po na dhemi kocka, ka filluar po kërcas, ka filluar që kemi lodhje të çuditshme, kur fillojnë dhimbje në pjesë të ndryshme të trupit tonë, nuk e dime, kemi dhimbje muskulare, po kemi në një problem shëndetësor që mund të jetë që do të ketë pasoja afatgjate. Kështu që koha është tani që duhet të kuptojmë që neve jemi të limituar me këtë pjesë të jetës sonë. Por duhet gjithashtu që të veprojmë. Koha është tani.